tuarin ton, Krenar Gjaferi, ish deputet i LDK. Zoti Gjaferi, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Përshëndetje për juve dhe gjithë ata që po na shikojnë. Fillimisht, zoti Gjaferi, e arritët pra ta merrni postin e deputetit në zgjedhjet e nënshkurtit, megjithatë pas 9 muajve na duhet ju drejtohemi si ish deputet. E pretet se do vije situata në një gjendje të tillë në farforme për të dashur për të shkuar edhe një herë tjetër në zgjedhjet e reja? Absolutisht, ne jemi një ekip nga LDK-ja që jemi zgjedhë deputet të ri, nuk patëm rastin dhe mundësinë me realisht me dhonë profesionalizmin ton në atë pjesë. Unë vi prej fushës ndërtimit, edhe në Prishtinë kam udhëheq drejtorinë e investimeve, normalisht që kanë dashur të kontribuoj për pjesën e aktiviteteve të ndërtimit që bëhen në Kosovë, dhe normalisht që kur funksionon kuvendi është një opozitë funksionale realisht edhe nivelit qendror. Tash në këtë pikë askush prej nesh nuk ka dashur një gjë të tillë, por unë kujtoj që kjo situatë politike në cilën jemi normalisht është e papranueshme për këtë format të kryenetësisë politike, realisht kjo barë politike pa asnjë dyshim i takon zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, dhe normalisht ne nuk kemi bë kompromis me këtë kryenetësi apo format politik, edhe për këtë arsye jemi ku jemi. Besoni se do ishin të shmangshme zgjedhjet e 28 dhjetorit, me që janë të tretat, nëse përfshim edhe balotazhin i bie tjetë procesi 4 zgjedhor brenda një viti? Po në kushte normale nuk do të duhet të ndodhte. Unë kujtoj që këto numrat kanë ekzistu, po të kishte vullnet zoti Kurti do të konstituoj edhe kuvendi, edhe numrat kanë ekzistu, sepse në parim kanë ekzistu 57 vota nga zoti Kurti dhe pjesa tjetër. Këtu kemi pas nismën me 3 deputet, dhe nga minoritetet kanë thënë që do të votonin zotin Kurti për kryeministër nëse do të kërkohej ndihma atyre. Tash ne këtu i kemi dy, nëse e shiqojmë nga ky kënd, i kemi dy ballafaqime. Zoti Limaj ka kërku kryetarin e kuvendit, dhe realisht nuk ju ka dhënë kryetari, sepse në negociata nganjëherë kërkohet, dhe normalisht kur e sheh problemin, do duhet të ndodhte problemi më i vogël, më i mirë se problemi më i madh në të cilën jemi ne këtu. Ne kemi sanksione ndërkombëtare 700 milion euro, jemi po ashtu edhe fonde ndërkombëtare do duhet të votoshin në kuvendin e Kosovës, jemi pranë një kolapsi ekonomik, dhe në këtë format unë mund të them që do duhet ndoshta të sakrifikante pozicionin e zotit Basha për hir të një procesi politik në cilën jemi. Dhe normalisht kjo kryenetësi politike që ka karakterizuar zotin Kurti, dhe kjo lëvizje në cilën jemi, do pra po thoni është dashur të bëj koalicioni mes vetëvendosjes dhe nismës? Po, unë po them që mundësit kanë ekzistuar, sepse mundësit në numra kanë ekzistuar. Sigurisht kanë ekzistuar dhe për me LDK-n një koalicion, me që ka pasur ftesë, por LDK-ja nga fillimi ka thënë që ne nuk hym me lëvizjen vetëvendosje. Kemi thënë edhe në fushat që nuk do të hynim me lëvizjen vetëvendosje. Arsyet kanë qenë jashtëzakonisht të ditura që mos të kthehemi në këtë pikë, por ka pas vullnet të partive të tjera politike. Kur fiton ti garën, zakonisht e sheh garën, dhe nëse dikush nuk vjen, atëherë ka numra të tjerë me të cilët duhet me bëni. Nuk mund të shkojmë zgjedhje çdo 6 muaj nëse ne nuk mund të pajtohemi me dikën që nuk po vjen me ty. Atëherë ose duhet me analizu pjesën tjetër, sepse nuk po vinë me ty në koalicion. Pikërisht këto janë situatat politike në cilën jemi. LDK-ja, unë muj me thonë, prej krejt skenës politike ka dhënë alternativën më të mirë politike, duke e dhënë këtu qeverinë e përbashkët, sepse nëse nuk po pajtohemi në një situatë të tillë politike, unë kujtoj që liderët politik do duhet të dilnin me propozime për me dalë prej kësaj situate. Ne i kemi zgjedhjen e presidentit që na pret në mars, pra qeveria e cila ky prodhim i zgjedhjeve do të pashmangshëm do të diskuton edhe rolin e presidentit në këtë legjislaturë që vjen, dhe normalisht që në këtë pikë unë kujtoj që qeveria e unitetit apo e përbashkët e partive politike për me dalë prej kësaj situate do të ishte zgjidhja
më mirë. Por as këtë nuk e përqafun, zoti Kurti që nga fillimi, zoti Kurti që nga fillimi ka pas agent të qartë. Unë kam qenë disa herë në këtë studio dhe nga fillimi kam thënë që nuk ka vullnet politik nga zoti Kurti për kalimin e kësaj situate, pra do të prodhon situata të reja politike, ashtu si që bëri edhe me zotin Konjufca, që realisht, personalisht unë kam respekt për të, do më thënë sa i përket zotit Konjufca, për formatin cilin e ka përdor zotin Konjufca, që mos të bëj marrëveshje politike me partit politike, pra as mos të diskutoj, vetëm të marrë blanko një qeveri e cilën e ka propozu zoti Kurti, atër nuk shkon ndesh me situatën cilën jemi, sepse ne nuk jemi këtu për me votu parti politike, po jemi për marrëveshje politike, për me dalë prej situatës politike në vend. Agendën bllokuese të lëvizjes vetëvendosje. Megjithatë, nga lëvizja vetëvendosje, pikërisht Glau Konjufca kishte përmendur se partit ish opozitare kanë agendë anti-shtetërore. Si i përgjigjeni kësaj? Është një lloj kritike rënd, një akuzë rënd, apo si i përgjigjeni? Shqipëqane, unë kujtoj që populizmi në Kosovë du të me ra. Do më thënë gjana du të me umat konkrete. Do më thënë kjo du të me konë parem. Kërkush nuk e ka pengu zotin Kurti të ndërtoj relacionet mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra me as administrantën Trump, as Biden nuk ka ndërtu relacionet mira. Ne jemi në realisht pezullimi ndodhi prej State Departamentit Amerikan për financim me Kosovën. Pra kjo është realisht është një dëm i madh që ju ka bërë Kosovës. Jemi në sankcione ndërkombëtare, dikon 700 milion sankcione ndërkombëtare. Në relacion me partit politike, gjithmonë ka kriju përçarje politike. Askush nuk e pengoj zotin Kurti që ta rregulloj autostradën e Gjilanit, Askush nuk e pengoj për autostradën e Podujevës, nuk e pengoj për autostradën Dejn Mitrovic, nuk e pengoj për autostradën apo rrugën e për Pej. Kemi rrugën Dolç Gjakov në gjendje të mjerueshme këtu edhe 10 vjet, askush nuk e ka pengu për me rregullu edhe atë pjesë. Nuk e ka pengu as daljen në Shkabaj. Daljen në Shkabaj, që kur kemi qenë në Ministrinë e Infrastrukturës, atëherë, unë kam qenë këshilltari i ministrit, atëherë është shem kjo rrugë në Shkabaj, në daljet autostradës aty. Do më këtu e 5 vjetë është në gjendje të njëjtë, është Sanu, është Prish, pra ne nuk kemi këtu zot shtëpie. Do më kur mungon zoti shtëpis, atëherë ty duket që krejt janë realisht janë gabim. Ju kujtohet zoti Kurti, po zoti Kurti realisht unë kujtoj që këtu problemi politik është mendësia edhe çanset që ka zoti Kurti me vendin tonë. Do më thënë, ju kujtohet zoti Kurti kur përmente gjipat. Do më thënë, kur ka qenë opozit, gjithë që ka kritiku në opozit e ka përqafu kur ka shku në opozit. Pra edhe gjipat e zi. Ju kujtohet që pse këta po ecin me truproje shumë, një të në format e ka përqafu zoti Kurti. Ju kujtohet edhe ju kujtohet ajo pjesë e mafis energetike që përmente jo shefi shtabit Serbis ka firmën e cila importon. Kur më shumë nuk është importu prej ati shefit shtabit të Serbis më shumë se në kohën e zotit Kurti. Kur më shumë nuk kemi pas probleme politike në Kosovë. Ne jemi në regres, nuk jemi në zhvillim. Shiqoni nëse i shiqojmë rajonin, se ku janë, edhe sa i përket fondeve ndërkombëtare, nëse i shiqojmë vendin tonë, jemi në regres të jashtëzakonshëm, edhe ky është problemi politik. Tash agenda, keni agendë antishtetrore. Ka dashur t'ju paraqis juve si bllokues apo Shiqani, unë kujtoj që qasja e cilin e ka kriju është pengesa e këtij vendi dhe pikërisht ky është problemi politik. Nuk mund të jenë gjithë kundër tij. Nuk mund të jenë edhe 4 kryeministra shqiptar në rajon që i patëm shqiptar, gjithë kenë agendë kundër shtetërore përveç zotit Kurti. Të kenë parti të tjera politike në Kosovë agendë kundër shtetërore. Të kemi general cilët i kemi mrena subjektit politik, cilët kanë luftu për pavarësinë e këtij vendi dhe të kenë agendë kundër shtetërore. Unë nuk e kuptoj këtë logjik. Domethënë kur gjithë janë kundër teje, atëherë ti duhet me dalë përballë një pasqyrë, ta shiqësh vetveten dhe të shiqësh se nga agendën shtetërore tek ne e udhëheq Dejona Mihajli.
një person I cili në fund ditës nuk është I Kosovës, nuk e ka përjetu riskon apo likurën në likurën cilin kemi kalu në si vend. Pra gjithi drejtohen, I palohen, shkrimet e saj I marrin, kush ka agent këtu kundër këtij vendi. Nuk mund jenë krejt gabim, do duhet I kthehet një realiteti normal këtij vendi. Nuk mundet ky vend me shku pa kufe me këtë situatë. Kur më shumë Kosova nuk ka pas nevojë për qetësi politike. Kosova ka nevojë sot për një vizion evropian, për investime strategjike, për relacionet mira me meqton, relacionet mira me Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet Evropiane mike që I kemi. Domethënë këto janë duke u rënu. Shiqeni, unë nga njerë e marrë këtë shembullin shtëpia, sepse edhe shteti udhëhiqet sikur shtëpia. Nëse një shtëpi e marr, ndërton relacionet mira, udhëheqet prej energjisë mirë, vendi shkon përpara. Nëse një shtëpi, domethënë ndërton relacione me këtë fëqenjt jo mirë, ndërton relacione me gjithë partnerët e vet jo të mirë, atë normalisht që nuk mundesh me ecë përpara. Në këtë logjikë unë kujtoj që I Zoti I shtëpisë do duhet të kishte mendësi tjetër prej mendësisë që e karakterizon Zotin Kurti, besa edhe një pjesë të lëvizjes vetëvendosje që udhëhiqen nga zonja e cila është përfol këto dhe unë nuk e di çfarë agjende ajo, sepse ne duhet të shiqojmë çfarë agjende ka ajo, jo partitë politike, të gjitha partitë politike. Zaveri, dua të ndalem pikërisht tek zgjedhjet e 28 dhjetorit. A besoni se këto zgjedhje do të zgjidhin gjithë krizën politike në cilën ka kaluar Kosova përgjatë këtij viti? Shqiqane, ne kemi dalë prej një procesi zgjedhor komunal. Edhe ky proces zgjedhor komunal e ka prodhu një situatë politike. Unë kujtoj që elektorati është duke u vedisu për situatën në cilën jemi. Domethënë ne në zgjedhje komunale kemi dalë me Prishtinën dhe komuna të tjera të partë në Kosovë, po edhe në diasporë. Pra nuk po flas këtu që krejt kjo blokad politike, krejt kjo fakturë politike në Kosovë, e cila është përveç fakturës ekonomike, ne kemi, domethënë në çdo anë jemi në regres, do të jetë fakturë që do ta përballon edhe do të shkon fakturë lëvizjes vetëvendosje. Ka dhe sondazhe të ndryshme, të cilat ne kemi bërë. Mbetet për të parë më pastaj. Absolutisht, sepse edhe nëse shiqojmë për të parë edhe Prishtinën e kanë thujt që ne fitojmë edhe nuk e fituan. Domethënë kjo realisht secila ky proces zgjedhor. Po zgjedhjet lokale fitoi më shumë lëvizja vetëvendosje, më shumë komuna se sa në zgjedhjet lokale paraprake. Shiqani me një absolutisht me një çësje të cilën e ka pas, sepse si drejtori I investimeve kapitale ne kemi pas shumë projekte në nivel qendror, e një ndër to ka qenë edhe Unaza e kryeqytetit. Nëse Unaza e kryeqytetit e ka pas një fond 210 milion euro, ka qenë fond I miratum nga Bergji, pra në këtë fond miratum kanë qenë edhe një pjesë e saj donacion, dikon rreth 80 milion donacion, pra qeveria është dash me garantu vetëm garantën e kredis, sepse pjesën tjetër ka pas me mbulu komuna e Prishtinës. Edhe këtë hap nuk e ka bo. Tash, shiqeni çfarë dami ekonomik, unë po du me kalkulu këtë dam cilin ju ka bo, sepse nëse e shiqojmë prej kohës kur e kemi qune, para 3 vjetëve, 4 vjetëve, atëherë ka kushtu 210 milion, sot as me 400 milion së në ndërton pjesën e Unazës kryeqytetit. Në Prishtinë hin 120.000 vetura. Ju lutna 120.000 vetura hynë Prishtinë, ndërsa dhe dikon 100.000 vetura janë brenda qytetit. Nëse këto 120.000 vetura në mungesë të Unazës kryeqytetit, pra 120.000 vetura, herë 3 euro pe bëjmë një kosto të përafërt për shkak kolonave të cilat I jemi, atëherë brenda ditës harxhohen 360 milion euro pa nevojë, në mungesë të Unazës kryeqytetit. Nëse kjo shumëzohet për 30 ditë, pra për një ditë ke 360 milion, I kemi 10 milion e 800 mijë euro. Nëse kjo shumëzohet për 12 muaj, pra 129 milion euro. Nëse shumëzohet për 4 vjet, është 518 milion euro që qytetarët e Kosovës e paguajnë këtë kosto. Domethënë në mungesë të Unazës, në mungesë të një mendësie e cila nuk e sheh vendin të zhvilluar, po e sheh vendin vetëm në pengesa, sepse kush është atje poshtë, cila parti po udhëheq, kjo është kosta të cilën e paguajnë qytetarët. Ne nuk kemi nevojë me pagu kosta për mendësinë Albin Kurtit, nuk kemi nevojë kosta të mendësisë të cilën e karakterizon lëvizjen vetëvendosje, ne kemi nevojë për me u zhvillu si vend. Mjaft kemi vujt, edhe ky vend nuk e meriton këtë mendësi. Pikërisht kjo
qasje ka ekzistuar në për shumë komuna. Edhe ne i kemi rujt, ne jemi fitues të këtyre zgjedhjeve. Me Prishtinën do kemi hapësirë të ndalemi tek komuna e Prishtinës për diskutuar edhe për çështjen e trafikut urban, por tani për tani dua të fokusohem më tepër tek zgjedhjet e 28 dhjetorit. Datën dua të di një qëndrim si e pa datën e përcaktuar nga presidentja, pjesën e Mërgatës, sepse u diskutua shumë edhe kjo pjesë. Thash, në pjesën e Mërgatës në zgjedhje komunale kemi darë të partë, nuk i friguemi Mërgatës. Domethënë unë besoj që është e mjaftueshme kjo situatë politike në cilën e kemi kalu që t'i njohet gishti një njeriu vetëm e që ky është Albin Kurti, Deona Mjali dhe njerëzve të lëvizjes vetvendosje. Ne kemi kërku datën 21 dhjetor, arsyet kanë qenë të qarta, sepse me 21 dhjetor kemi afat kohor më të mirë, njerëz nuk janë në festa, sepse dikush prej nesh ka mund të marrë si me thonë një udhëtim jashtë vendit, sepse e dim që në fund vet njerëz të udhtojnë dhe mos t'ia prishim si me thonë festat familjare. Në anën tjetër, absolutisht. A mund të cënohet integriteti i Po procesit zgjedhor? besoj që integriteti i procesit zgjedhor cënohet, po kjo është ajo fryma që ne e presim Mërgatën, ne i presim 200.000 njerëz të Mërgatës, shqyqani ne duhet të punojmë këtë vend. Nuk duhet të presim dikush na nxjerr për me fitu. Ne duhet fitojmë prej punës. E këtë punë nuk e kanë meritu lëvizja vetvendosje, sepse këtë vend e ka shkatru që 5 vjet, edhe nuk e meriton. Thash edhe njerë, askush nuk e ka pengu krejt investimet kapitale me i përfundu. Autostrada Gjilanit është në gjendje të mjerueshme, unë e kam vizitu vetë. Flasim në gjendje të mjerueshme, hymjen këtu. Thash edhe njerë, kyqen në Shkabaj, ku kyqet autostrada me rrugën regionale, sot e 5 vjet është në gjendje të njëjtë. Pra, kush pe i pengon për me i sanu këto, apo me i përmbyll këto projekte, po pe pengon sepse as nuk ka njerëz profesional, as nuk din me punu. Edhe kur nuk din, edhe kur nuk i njerëz profesional, duhet me u largu, edhe duhet me ndëgju, edhe ndoshta edhe me liru vend, sepse ky vend nuk është as i tyne, ky është vend i gjithëve, nuk është në pronësi të askujt. Duhet liroj vend. Absolutisht, unë menoj që njerëz korrekt, njerëz cilët shohin përtej një interesi personal, në situata të caktuara reflektojnë karshi situatave në cilat jemi. Ne jemi në një situatë. Por partitë opozitare e patën mundësinë të dërgojnë një emër për kryeministër, një mandatar për kryeministër, edhe tani. Shqiqani, lëvizja vetvendosje... Pse atëherë nuk u bën bashkë partitë e bllokut ish opozitar, nëse me kaq ngulm dëshironi të largohet vetvendosja nga pushteti? Shqiqani, lëvizja vetvendosje ka lujt këtë rol, dhe ndoshta kjo ka qenë edhe taktika politike për me bloku që na të hymë në një koalicion të përbashkët bashkë me listën sërbe. Do më dhënë, kjo është taktikë, sepse numrat nuk ka ekzistu jashtë listës sërbe. Tash, askush nuk ka dashur që me hy në një koalicion të tillë, normalisht që ne jemi këtu ku jemi. Do më vullnet politik për me ndërtu koalicion ka mujt këtu vetëm Albin Kurti, askush tjetër, sepse kështu ka qenë pjesa e numrave. Ne duhet bazohemi në një numra real, sepse kështu ne duhet nisemi. Nuk nisemi ne mi blet deputetët për me ndërtu koalicion, sepse ajo nuk ka logjik, numrat e partive politike dalin përpara, shiqot. Këtu aty nuk ka pas opozita numra për me ndërtu pjesën e mandatarit për mandatin e dytë, edhe mandatari dytë, realisht zoti Konjuca nuk i ka dërgu në nënshkrimet, realisht hipotetikisht e ka kriju që unë mund t'i bëj numrat, por qëllimi ka qenë që të shtyjen deri me 28 dhjetor, të krijohet edhe një eon që Mërgata po vjen po krijohet, po ne nuk i frigojmë Mërgatës. Ne të parët kemi dalë në zgjedhje komunale në Mërgatë. Besoni se dhe në zgjedhjet parlamentare do jetë i njëjti rezultat sa i përket votave të diasporës? Unë besoj që kjo situatë politike në cilën e kemi kalu, realisht kjo qasje politike që ka ndërtu zoti Kurti me lëvizjen vendvendosje, në relacion me krejt komunat, edhe në relacion me krejt partit politike, unë menoj që do të ndëshkohet në këto zgjedhje. Edhe kemi pas skandalet jashtëzakonshme, këtu nuk dashta me undal, kemi skandale në kek, kemi skandale në energji. Në energjinë e ka pas zoti Kurti kampion, sepse këta janë mafia energjetike, komplet mafia energjetike në Kosovë kemi tani nga zoti Kurti. Do më flasim këtu për akter kryesor, do më thënë shefin armatës sërbe, i cili e bën eksportin edhe sa po flasim ne, bën eksport të rrymës në Kosovë. Kjo kujt i fakturohet? Pikrisht atë qasi që ka kriju zoti Kurti, e ka përqafu mas
zgjedhjeve. Kjo është e papranueshme në këtë vend. Unë kujtoj që ky ndëshkim vjen prej njerëzve të cilët e përjetojnë në likurën e vet këtë situatë. Secili që vjen e sheh që këtu nuk ka zhvillim. Kemi regres në arsim, kemi regres në bujqësi, kemi regres në tregti, kemi skandale në rezerva shtetërore, kemi skandale në ministri tjera si infrastrukturë dhe në këto tjerat. Unë kujtoj, kur më shumë nuk kemi pas kontrata një burimore. Kur më shumë Kosova nuk ka pas kontrata një burimore. Edhe kjo është, si me thonë, e papranueshme në këtë realitet politik në cilin jemi. Zoti Xhaferi, me kë do të garoj LDK-ja në zgjedhjet e 28 dhjetorit, sepse po diskutohet shumë për pjesën e koalicioneve jo vetëm nga LDK, por edhe nga partitë e tjera që kanë mbetur rreth një muaj. Po, LDK-ja normalisht në këto ditë kemi pa prurje të reja në LDK. Unë besoj që formati në cilin bashkëpunon LDK-ja është partitë tradicionale që kanë bashkëpunu me LDK-n. Unë besoj që është e hapur ndaj Partisë Shqiptare Demokristiane, sepse kështu kemi qenë gjithmonë, e hapur ndaj partive të cilat e shohin lidhjen demokratike të Kosovës si alternativë, por jo edhe partive tjera që natyrshëm nuk janë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës. Në këtë kuptim po them që prurje ka çdo ditë, do t'i bashkohen partitë të tjera politike dhe Edhe aderime, po ka edhe aderime çdo ditë. Në këtë kuptim unë kujtoj që natyrshëm do ta kemi LDK-n në atë anijen e vet politike ku edhe i shohim partitë politike. Bashkëmarrëshëm duhet ju pyes edhe për pjesën e një koalicioni të mundshëm me nismën socialdemokrate, sepse u tha dhe në një konferencë për media pak ditë më parë nga vetë kryetari i LDK-s Abdi Xhiku, se LDK është e hapur edhe për nismën. Po që se ka gatishmëri ti bashkohet listës për deputet. Unë e kam thënë edhe këto që ne takimet e zotit Abdi Xhiku me zotin Limaj do duhet ta shenim skenën politike të tillë. Pra, ku takohen lider politik, diskutojnë për problemet politike në këtë vend. Në sa i përket kësaj koalicionit me nismën, realisht është aprovim i Këshillit Përgjithshëm të LDK-s. Unë jam pjesë e Këshillit Përgjithshëm të LDK-s, por kujtoj, unë besoj që LDK-s i shkon për shtati formati i partive politike që kemi bashkëpunuar dhe garuar ndër vite në zgjedhje, por pas zgjedhje mund të ketë bashkëpunime të tilla, por nuk e shoh një format të tillë i cili mund të jetë me lidhjen demokratike. Po flas këtu personalisht si antar i Këshillit Përgjithshëm, por që edhe unë do ta kem votën time në Këshillin e Përgjithshëm. Pra formati i LDK-s, unë kujtoj do të duhet të ishte format i LDK-s me njerëz që kanë rrugtu politikisht deri tani. Normalisht që mund të ketë aktorë të cilët besojnë në këtë parti, po jo me sigma të tjera politike, po jo dhe me njerëz cilët normalisht LDK-n e kanë pas kundërshtar politik ndër vite. Që i bie se nuk dëshironi të krijoni një koalicion me nismën, një koalicion para zgjedhor, kam fjalën. Shqiqoni, unë po them që në dy llogën, të dy partive. Absolutisht, unë jam antar i Këshillit Përgjithshëm të LDK-s, edhe në këtë kuptim unë kujtoj që LDK-ja voton, sepse antarët e Këshillit Përgjithshëm e kanë votën e vet. Personalisht nuk do doja të shiqoja ndoj sign tjetër përveç lidhjes demokratike të Kosovës, edhe në këtë kuptim unë votoja në Këshillin e Përgjithshëm që sigma e LDK-s të jetë e vetme në këtë proces zgjedhor të cilën e kemi. Kështu ka qenë edhe. Dhe besoni se nisma nuk do e preferoj një kriter ta quaj kështu të tillë? Po tash është në çështje tyne, nuk po du me hy, është format që e analizojnë ata. Unë thash edhe njerë që LDK-ja është e hapur për bashkëpunime, por do të doja të sheja LDK-n mrena formatit cilin kemi garuar në këto zgjedhje edhe në zgjedhjet e kaluara me partitë të tilla politike. A përjashtohet mundësia atëherë, zotri Xhaferi, për një koalicion pas zgjedhor me nismën? Shiqeni, pas zgjedhor është një proces tjetër, sepse procesi pas zgjedhor është angazhim politik i partive politike. Unë kujtoj që pas zgjedhjeve ne do duhet të diskutonim për programe, do duhet të diskutonim sepse në këtë vend, këtu e 5 vjet më programet kanë dalë anash. Do më thënë, thashë edhe në një studio televizive, nëse dikush e ka pas programin në vitin 2021, ka mujt me kandidu, me konkuru në zgjedhjet në 2025 me programin e njëjtë, sepse në këtë vend nuk është punu.
Edhe pikërisht ky është problemi në cilin jemi, edhe normalisht që ne do duhej të diskutonim për programe dhe të jemi të hapur për bashkëpunime të reja. Zoti Xhaferi, gjithashtu dua t'ju pyes edhe për pjesën e një deklarate të kryetarit të ri të PDK-s, i cili tha se i kemi larguar vijat e kuqe për bashkëpunime, përfshirë gjitha partitë politike, megjithatë një pjesë e deklaratës tha se preferon më tepër ndoshta një bashkëpunim ose një koalicion me partitë e bllokut ish opozitar. I bie pra tjetër përfshirë edhe LDK-ja. Po LDK-ja do preferonte një koalicion me PDK-n, sigurisht nuk dihen rezultatet ende zgjedhjeve të 20 dhjetorit, por si besoni se mund vijoj situata? Shqiqani, unë kujtoj që kjo është shtyllat e koalicioneve realisht i ndërton Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s. Edhe në këtë kuptim unë po them që do duhet të diskutohej hapur. Unë kujtoj që në Kosovë do duhet të ketë qetësi. Nuk do duhet të kemi më diskutime të ashpra politike, sepse kjo nuk i shkon favor qytetarëve dhe Kosovës. Për këtë arsye unë kujtoj që ky proces zgjedhor do të prodhon një situatë politike. Do jenë partitë më fleksibile në koalicionin? Unë kujtoj që do duhej të reflektonin politikisht. Nganjëherë liderët politik do duhet të shiqonin interesin e përgjithshëm, e ky interes i përgjithshëm nganjëherë nuk shkon në favor të atij që e ka fituar në fund ditës. Nëse dikush nuk vjen me ty, atëherë ti duhet me utëriek me ndërtu një situatë të re politike. Kështu që reflektimi i liderëve politik do duhet të ishte mas zgjedhjeve një vizion tjetër evropian, një vizion i zhvillimit vendet dhe jo një vizion i bllokimit të institucioneve, sepse kjo përveç neve që na dëmton, askënd nuk e dëmton. Zoti Xhaferi, në anën tjetër, u diskutua shumë pjesa e krizës buxhetore, gjendja në komunën e Prishtinës, në anën tjetër edhe tek transmetuesi publik RTK, por sigurisht nuk munguan as kritikat drejtuar ish opozitës. Nga vetëvendosja thanë se opozita po e bllokon qëllimisht pjesën e buxhetit. Në anën tjetër u bojkotua gjithashtu edhe një seancë që ishte thirrur pikërisht për këtë çështje. Shqiqani, zoti Abdi Gjiku e ka përcjell te presidentja që ne votojmë një zgjatje buxhetore, kështu është quajtur, zgjatje buxhetore, votojmë edhe marrëveshje ndërkombëtare, votojmë edhe buxhetin e Prishtinës, Gjilanit dhe të tjera, sepse do duhej të mendoj kështu. Shqiqani, sot ne e patëm një aprovim për pagat e RTK-s. Pra, pse u dasht krejt kjo stërgjatje politike e zotit Kurti që zbuxheti edhe ka mujt me gjetë zbranësira ligjore, sepse 5% të buxhetit zakonisht mundesh me rialoku, apo e gjen prej rezervave, edhe gjithmonë ka zgjidhje, sepse ne në pjesën e legjislacionit, unë kujtoj që është punu në këtë vend jashtëzakonisht shumë dhe zbranësirat ligjore gjithmonë gjenden për zgjidhje të tilla. Në këtë kuptim unë kujtoj që pikërisht këtë situatë politike po egzageron lëvizja vetëvendosje dhe sot e gjeti zgjidhjen për pagat e punonjësve të RTK-s. Pse ata të jenë në stres, a kanë me marrë paga, njerëz janë me kredia, me barna dhe ti po mundesh me gjetë pas 3 javësh apo 4 javësh këtë situatë, nuk e mujt me gjetë profesionalisht, këtu apo edhe taktikisht po luhet. Shiqani, po luhet taktikisht për qëllime politike. Ne nuk jemi në një kohë të stabilizimit politik në vend. Nuk jemi në një kohë të qetësisë ekonomike në vend. Ne jemi në një kaos ekonomik. Dhe këto lojra politike do duhet të përfundonin këtë vend. Këtu jemi në një kaos dhe normalisht që do duhej të gjinden alternativa dhe alternativat gjinden kur ka vullnet. Por kemi përballë një njeri i cili nuk njeh vullnet politik. Ai njeh vetëm kaos, është ndërtu në kaos dhe atë kaos don me shpërfaq në çdo institucion, sepse duke shpërfaq kaosin, realisht lën anash skandalet politike në këtë vend, edhe ekonomike, edhe financiare. Edhe presidentja Osmani, një farforme i doli ndoshta si një lloj në krah vetëvendosjes sa i përket pjesës buxhetit, sepse tha se do ishte e lehtëshme që të votojë në një seancë buxheti i vitit tjetër, buxheti i komunave përfshirë këto dhe Prishtinën. Po, shiqeni, nëse e keni ndëgju statusin e kryetarit Abdi Gjiku, që është presidentja është gjallë dhe mund ta vërtetoj një gjë të tillë, kryetari Abdi Gjiku i ka shënu që nëse e ke mandatu zotin Konjufca, atëherë ti mundesh me ja përcjell që ne jemi për votim
të një buxheti të fondeve ndërkombëtare, jemi për zgjatje të buxhetit dhe vetëm duhet me përcjell tutje. Fillimisht ka pas vullnet, mas ne kanë përdor taktika politike gjithmonë ashtu siç dinë me bo ata, për me kriju situata të tilla politike. Unë kujtoj që ky vend LDK-ja ka bos zgjidhjen, ka bisedu edhe me zoti Abdi Gjiku edhe me kryetarin e PDK-s atëherë, me kryetarin e AK-s, Nismës, pra ka pas vullnet politik për me te i kalu, por situatat politike unë kujtoj që po i komplikon. Do më thënë vetë mendësia politike që karakterizon lëvizjen vetëvendosje, edhe sot me buxhetin e RTK-s u tregua që pas ka pas mundësi, por një gjë të tillë nuk ka dash vetë për me kriju një kaos më të madh në këtë vend. Kalojmë tani pak edhe tek pjesa e komunës së Prishtinës. Në këto 3-4 ditët e fundit ka pasur një lloj kaosi edhe për shkak të mungesës së trafikut urban. Si e pat zotri Xhaferi, ju si cilësuat këtë lloj situate? Kishte qenë më tepër një lloj gare ose lufte figurativisht mes nivelit qendror dhe atij lokal apo si e pat? Shqiqani, unë realisht për mua është dëshpruese kur një ministër i financave nuk e takon kryetarin e kryeqytetit, fundit takimi ka mujt me ndodhe dhe me tan mediat në Kosovë, edhe të ballafaqohen për problemin në cilën jemi. Pra, një fëmijë atje pse nuk ka ekonomi për shkak që nuk i ka marrë pagën, një familjar i cili familjen e vet nuk mundet me majt në këtë vend, për shkak inateve politike, kjo nuk guxon me ndodh në këtë vend. Thash nuk jemi në një qetësi dhe në një rati politike apo ekonomike në këtë vend. Ne jemi në një kaos, buz një kollaps ekonomik në këtë vend. Dhe nuk e sheh të udhës ministri i financa me taku kryetarin e kryeqytetit, nuk e sheh të udhës për një kaos të tillë i cili po ndodh në këtë vend. Unë vetë, si drejtor investimeve, po du me tregu një rrjedhë e cila ka ndodhur pikërisht me ballafaqimin me këtë ministër të financave. Në vitin 2022, kur jam emëruar drejtor investimeve në Prishtinë, u bë për shkak luftave globale, u rrit çmimi i naftës edhe i armaturës. Gjithë e dim, ishte një ngritje, u pezullu puna ndërtimore, sepse ngritja e çmimeve në kontraktime ndikon. Dikush që ka blen kilogramin e armaturës, pezojmë 80 cent, lujti u bë 3 euro, dhe normalisht që është e papërballueshme për të me gjithë vendet e rajonit bën subvencionim të kontratave. Vetëm vend që nuk ka bë subvencionim deri në fund vitit ka qenë kjo qeveri, e cila e ka prish bilancin e gjendjes në Kosovë. Tash, në fund vitit, neve na tepru 28.5 milion euro, sepse normalisht ato mjete kërkush nuk punonte në Kosovë, le më në komunën e Prishtinës, për shkak që ne nuk i kemi shpenzu më në janar 2023, neve na u kam bloku 28.5 milion euro, pikërisht prej një ministri, i cili për mos punën e vetë e ka bloku këtë ekonomi në vend. Edhe kjo logjik na ka përcjell pothuajse në çdo vet qeverisës. E kjo është e papranueshme, sepse Prishtina në qendër Prishtinës është edhe ky ministri i ekonomisë, është edhe ky kryeministër, është edhe ai ministri i kulturës që i ka blloku 5 projekte më të rëndësishme të Prishtinës, e ky vend nuk zhvillohet me një mendësi të tillë. Pikërisht ky është problemi në cilin jemi. Aty nuk ka faj kryetari Roma që thotë që ju duhet me i nxjerr parët në komunën e Prishtinës, sepse komuna e Prishtinës është në borxhe ndaj operatorëve të cilët kanë punu. Njëjtën situatë. Po pati zhvillime të tjera, zotri Xhaferi, në seancën jashtëzakonshme Çumbajt u bë votimi i disa prej mjeteve i bartjes mjeteve, e cila kërkesë është kërkesa 8 në komunën e Prishtinës, gjatë mandatit të LDK-s, pra brenda këtij viti për bartjen e mjeteve, edhe 8 herë nuk e kanë pa tudhës këto partit pra opozitare që flasim, Lëvizja Vendvendosje, atëherë edhe Partia Demokratike me votu sot u bën bashk për votimin kur bëhet një kolaps ekonomik. E kjo është, si me thone, papranueshme në këtë logjik, sepse nga njerë edhe partit opozitare do duhet të te kalonin vetveten në interes përgjithshëm të institucionit ku japin. Pati një reagim nga ministri i detyrave Kuran Murati, i cili tha se ne për dallim nga LDK-ja u votuam në farforma, asamblesë të vetëvendosjes u votuan këtë pjesë të buxhetit, pra e votuan zhbllokimin. Si e pat këtë lloj krahasimi të cilin e
e bëri? Shqiqane adin si e pash. E pash si kur 100 euro që ju ka ndo studentëve ditën që kemi hy në zgjedhje komunale. Dhe ky kryeministër, pa turp, i qënë mesazh gjithë studentëve që urime 100 euro subvencionim, do më thënë me mesazh Albin Kurti. Pastaj e jek emrin Albin Kurti, edhe e qet pa Albin Kurti. Do më thënë realisht, do më thënë, kjo është logjika në cilën udhhiqen këta, me taktika politike për përfitime politike. Unë kujtoj që partitë politike e kanë një mision, normalisht taktika politike me i fitu zgjedhjet, por nuk mund të udhëheqen pa kufi me taktika politike, sepse ky vend shkon realisht nuk zhvillohet në këtë logjik. Edhe unë kujtoj që do duhet të ndalem, do duhet që të mendojmë përtej një interesi personal bre, do duhet që ky ministër që mos ta bllokoj komunën e Prishtinës në çdo cep, apo edhe unazën e kryeqytetit, është pikërisht ky ministër që është bashkë me disa ministra tjerë dhe me këtë kryeministër që ka pengu unazën e kryeqytetit, 80 milion donacion, dhe ne sot nuk e kemi unazën pikërisht për shkak të mendësisë këtij. Po të isha unë sot Albin Kurti, unaza e kryeqytetit do të ishte nënshkrume. Në zgjedhje komunale shfrytëzon për të mirën publike, thotë që ata nuk po janë toft, unë po jap financiarisht dhe po dal prej kësaj situate, sepse e du këtë kryeqytet, e du këtë qytet, dhe unë nuk du me pa të bllokum. Pra kjo logjik e bllokadave do duhej të përfundonte në këto zgjedhje dhe t'i hapet rrugë një kryeministri i cili mendon në logjikë evropiane, i cili mendon në zhvillim të vendit, edhe i cili mendon për fëmijët tonë. Ky kryeministër s'pari fëmijën e vet nuk e ka në Kosovë. A guxon gruaja e këtij kryeministri me shkel gjykatën kushtetuese apo supreme në vendin ku jeton? Ne duhet të kthehemi në një realitet të tillë. Sot me hub zgjedhjet, ndoshta sot udhton në drejtim ku e ka familjen apo dejona në drejtim të familjes vet, kush metën këtë vend? Metën këta njerëz, cilë nuk e kanë shu Kosovën, apo edhe këta njerëz që kanë liru këtë Kosovë. Prej që këta njerëz, cilët e kanë liru Kosovën, edhe ne sot gëzojmë lirin. Sot, vitet e 90-ta, ne bën sa vjet nga vitet e 90-ta, kur e kemi pas krejt botën me ne. Pra në një situatë të tillë, përballë një politike vrastare të Serbisë, e ke pas krejt Evropën e botën, mos them Shtetet e Bashkuara dhe shtetet kyçe, cilët e udhëheqin botën, e ke pas me veten. Pse? Sepse ti ke ndërtu, e ke njoftu publikisht, ke ndërtu relacione. Sot me kënë kemi, ne jemi shliru, fal këtyne relacione të mira me Shtetet e Bashkuara dhe shtetet evropiane, fal. Po sot ku jemi? Sot ku jemi? Sot kemi pavarësinë, kemi mundësitë zhvillimore t'jarëzakonshme, por nuk i kemi me qëton me vete. Kjo është situata në cilën jemi, pra kjo është e papranueshme. Sot nuk jemi në relacion as me qëton, as me Shtetet e Bashkuara, me asnjë nuk kemi relacione, jemi në sanksione ndërkombëtare për shkak krenetësisë politike. Kjo agjendë unë nuk di kuj po i shkon për shtati, dhe këtë agjendë është duke përqafu dhe është duke udhëheq Albin Kurti dhe Dejona Mihajli. Ajo duhet me tregu se kujt po i shkon për shtati. Edhe kjo transferet e rrymës në Kosovë, edhe shumë skandale, kush është ajo që duhet me udhëheq krejt pjesën edhe të rezervave shtetërore. Shiqani, nëse ndërhym, nëse shiqojmë komplet konceptin del që është udhëheqën pranë se cilin rast është e emri saj pjesë të nderave apo pjesë. Gjaferi do e përcaktoj sigurisht vota e qytetarit se kush do ta udhëheq Kosovën edhe në vitet e ardhshme. Absolutisht. Unë shiqani në natyrën time është qetësia dhe është puna. Unë në këtë vend du me pa njerëz punëtor duke punu në këtë vend. Unë ka marrë malli me pa njerëz punëtor, cilët e nojnë kapelën, i veshin çizmët dhe punojnë për të mirën e këtij vendi. Politika do duhet të shiqonte në këtë prizëm, jo në prizmën e bllokimit. Pikërisht kjo është thirrja e cilët i bëj edhe qytetarëve, edhe njerëzve që në këto zgjedhje të shiqojnë një lider i cili e sheh Evropën, e sheh Shtetet e Bashkuara si partner dhe e sheh vendin duke ecë përpara. Zot Gjaferi, falenderoj shumë që ishe pjesë.